Zona e Shkozës në Tiranë ka gati 20 vjet që vuan nga problematika e furnizimit me ujë të pijshëm. Zgjidhja e përkohshme për furnizimin e tyre është bërë nga Bashkia dhe Ujësjellës Kanalizim me Tiranë nëpërmjet autobotheve. Me investimin që po kryen aktualisht ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizim me Tiranë në vendosjen e rrjetit të ri, sipas autoriteteve të bashkisë do të jetë një zgjidhje afatgjatë dhe banorët nuk do të kenë probleme me furnizimin e ujit të pijshëm. Rregulli i punëve është ky. Fillimisht ne do të shtrojmë rrjetin e ujit përpara se të shtrojmë asfaltin dhe përpara se të bëjmë rehabilitimin urban të zonës, për të ndryshuar nga praktikat e përparshme ku kompanitë publike nuk koordinoheshin, njëherë vije asfalti, pastaj çaj për ujësjellsin, pastaj çaj për energjinë elektrike. Kjo nuk duhet ndodhi më. Është një zonë e zhvilluar kryesisht pas viteve 90. Ne të vendosim rrjetin kryesor të ujësjellsit që lidhet direkt me depon e ujit, për të siguruar që uji shtohet, që nuk ka nevojë më të blihet me botë dhe që nuk ka nevojë më që të bëhen abuzime duke ndërhyrë në rrjet. Sipas kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, investimet në këtë sektor kanë reduktuar humbjet në rrjet dhe kanë dyfishuar volumin e ujit. Me infrastrukturë krijojmë të gjitha kushtet që të ketë ujë të bollshëm në këtë lagje dhe me kulturë sigurohemi që të gjithë njerëz, aq sa është çmimi modest, më modest në Europë i ujit të paguhet dhe të gjithë qytetarët të sigurohemi që marrin cilësi, po edhe nuk i prishin punë qytetarëve të tjerë që duke vjedhur ujin ose duke bërë lavazhe ose duke ujitur arat, lëm pa ujë gjysmën e Tiranës. Nga ky investim do të përfitojnë rreth 1500 banor ose gati 300 familje të zonës.